Finalisja e edicionit të tretë të Big Brother VIP Kosova, Sara Kolami, ka ndarë mendimet e saj në lidhje me raportin me fituesin e këtij edicioni, Drilon Ramën, duke hedhur dritë mbi marrëdhënien e tyre pas përfundimit të spektaklit. Sara theksoi se pas përfundimit të lojës, ata vazhdojnë të kenë një marrëdhënie të fortë dhe mbështetëse. Kemi një marrëdhënie shumë të mirë. Është një person që shumë e respektoj, tha Sara. Duke nënvizuar se jashtë shtëpisë së Big Brother, ata ndihen më të lirë, larg tensioneve të përditshme që krijonte loja. Bëni subscribe kanalin 5 Shorts për më të reja rreth showbizit vendor. Një nga temat kryesore të intervistës ishte spekulimi në lidhje me një lidhje romantike ndërmjet dy finalistëve. Megjithatë, Sara ka qenë e kujdesshme në përgjigjet e saj, duke lënë të kuptohet se ata janë vetëm miq të ngushtë për momentin, duke shmangur çdo koment më të thellë mbi situatën e marrëdhënies së tyre. Të shohësh një person çdo ditë dhe të ndash përvoja të ngjashme krijon lidhje të forta, vazhdoi Sara, duke theksuar se është e natyrshme që pas kësaj përvoje të shfaqen emocione të tjera.